Shko Redi, për të plotësuar gjithë dëshirën tënde, një gjë dua ta them që në kryeterës. Mua të çohem këtu e të them që nga trafiku që bëhet lart e poshtë merr pasaport, fjala bia amerikane, gjermane, franceze, angleze, kështu me radhë, domethënë nuk e bëj dot. Sepse me sa di unë, Redi, unë di pak, nuk di aq sa ty, me thënë drejtën. Po me sa di unë, domethënë, që të merresh me trafik droge, nuk është shpërblim dhënia e pasaportës atyre vendeve. Po kaq, edhe një herë, Redi, edhe një herë, se ky është problemi jot dhe i partisë tënde, që gjërat që i keni këtu, i mendoni të vërteta. Ai për cilin po flet, ka marrë pasaport si azilant politik, ndiqet penalisht për çdo aktivitet tjetër, po jo për trafik droge. E kupton? Domethënë, vëre mendje në punë dhe mos prodho budallëqe. E dyta gjë, ti duhet jetosh 100 vjet, dhe të zgjidhesh 100 vjet të rresht deputet që të flasësh për bujqësinë sa që kam folur. Është shumë e rëndësishme kjo. Sepse me thënë drejtën, nuk do të mjaftoj jeta, Redi. Nuk do të mjaftojnë as lekët, nuk do të mjaftojnë as tokat, nuk do të vinë ndihmë as Greqia që të flasësh për bujqësinë siç kam folur. Dhe e fundit gjë që kam me ty, Redi, kur vezët, domatet, kastravecat, që janë ushqim, janë edhe prodhimi i vlefshëm i atyre burrave dhe grave që punojnë në ato toka ku ti, me thënë drejtën, nuk e shkuar ti shohësh ndonjëherë, i gjuan përkundrejt njërit dhe tjetrit, po patjetër si do shiten ato. Të dalësh nga mëngjes deri në darkë siç del ti, e të thua që domatet janë me pesticida, kastraveci është me ure, e kjo gjëja tjetër është me, ku diun, veza është nga pula e sëmur, po patjetër që s'ka kusht i blej edo. Dhe e fundit gjë që dua të them, euro ke bujqit ndikon patjetër tek inputet bujqësore, Redi, që janë gjithat importit, dhe duhet ndikojnë në ulje, jo në ngritje. Po ti nuk e kupton dot. Redi nuk e eksporton bujku, e eksporton eksportuesi. Dhe deri më sot është shumë e rëndësishme për të kuptuar një gjë që besoj unë do të të vlej, se inxhinieri nuk e lidhje me këtë pjesën tjetër, as me bujqësinë, as me ekonominë tjetër, sa arrin ta kuptosh. Po deri më sot e kanë mbuluar gjithë të humbje, e kanë mbuluar eksportuesi dhe nuk e kanë mbartur tek bujku. Do jetë merr i madh kur ta mbarti tek bujku. Po ti nuk e kupton akoma këtë gjë, sepse nuk shkon të blesh ndonjëherë në pazar, Redi. Nuk shkon të blesh ndonjëherë. Bëj një herë qoftë edhe për atër të partisë, nuk shkon të blesh. Tani, me lejen e Erionit, të cilin do të aftoja të ma përmend të emrin kur se kam pas ti në listë, mundësisht më jep dhe mundësinë e replikës në njerë, do dua të flas pikërisht për një ligj për cilin bie dakord me të, që do ta kundërshtoj dhe unë do votoj kundër, pikërisht sepse për disa prej aspekteve të cilat edhe ai përmendi. Për shembull, Erioni përmendi faktin që sektori ndërtimit në gjithë këto vite ka pasur rritje, ndërkohë që sektori i bujqësisë në gjithë këto vite ka pasur rënje. Dhe të njëjtën gjë po ilustroj dhe unë me këtë grafik ku vija sipër është rritja, pra mbi vlerën zero e sektorit të ndërtimit. Në vitin 2021 ka qenë 10%, në 2025 është diku te 4%, ndërkohë që vija poshtë është sektori i bujqësisë, i cili në gjithë këto vite është në rënje pra. Është në rënje. Dhe këtë gjë, grafiku me qëra fjala është nga Gjergje Rebara, të cilin e ka vënë shënjestër së fundmi dhe zoti Taulan. E përmendi Erioni, por tha që sektor produktiv, janë disa sektor produktiv që do kenë rritje patjetër, po pse bujqësia të ketë rënje? Me sektor produktiv ka parasysh sektorin e ndërtimeve. Një gangrenizim tashmë që është bërë Bregdetit, kryeqytetit, qyteteve, Anamban Shqipëri, gangrenizim betoni.
Nuk mund të quhet sektor produktiv një sektor i cili po na e merr frymën. Nuk mund të quhet sektor produktiv një sektor i cili shërben për pastrimin e parave drogës, Erion. Këtë s'kam dëgjuar ta përmendesh ndonjëherë. Pastrimin e parave drogës që kanë shkaktuar rënien e euros në raport me lekun, që e prek drejt për së drejti bujkun, ose të paktën fermerin që ka shpresë që të eksportojë jashtë produktet e veta. Dhe që është një barë shumë e rëndë mbi fermerin dhe bujkun, blektorin shqiptar sot. Pikërisht pastrimi i parave dhe ai që e quhen sektor produktiv. Dhe këtu dallojmë në të dy. Sektor produktiv, është turizmi, kemi pas një rritje të turizmit, mirë që kemi pas rritje, po si ka mundësi në këtë vend që rritet turizmi, vinë njerëz nga gjithë bota në Shqipëri dhe bie bujqësia, zoti ministër. Domethënë çfarë han këta njerëz, shtesë që vinë? Pse nuk han kastraveca dhe domatet e vendit ton, por han kastraveca dhe domatet e maqedonesve? Pse me politika fiskale nuk e avantazhoni produktet vendase, por vazhdon të bjerë sektori i bujqësisë? Tani, ligji që po shqyrtojmë është në fakt shtesa dhe ndryshime për mbrojtjen e tokës bujqësore, thot. Mbrojtjen e tokës bujqësore, e cila me këto ndryshime në fakt, jo që s'do mbrohet, por do grabitet, siç ka ndodhur deri më sot, me këto justifikimet e ndryshme, eolike. Pra, ata bujq të cilët kanë paguar për 35 vjet taksat për tokën, një ditë bukur do u merret toka, sepse këto inovacione që përmendin këta nuk mund t'i mbajë xhepi i fermerit thjesht shqiptar. I kanë këta mjeshtrat që i gjejnë financimet poshtë e përpjet. Duhet të harruar që ky është ligji që vuri në sherrë dhe Damiani me Ursiun, pra. Tani, po të pyesni bujqit në Maliq, në Korç e më gjerë, do ju thonë se kullotat e tyre, tokat e tyre bujqësore janë grabitur për të vendosur aty fotovoltaik. Fotovoltaikët i vendos aty kush mund t'i vendos. Dhe tokën e grabit kush ka ligjin në dorë dhe mund t'a grabis. Po të flisni me fermerët e zonës së Martaneshit, të Kurdaris, aty ku ka vërtet produkt bujqësor, ka njerëz që ende me mundin e tyre, ato baraj që kanë bërë në emigracion, kanë ardhur e kanë investuar në bujqësinë shqiptare, se janë vërtet toka pjellore. Atyre, pra, po merret uji. Ajo vi uji që kalon aty që ka ngelur, po merret për të ndërtuar hidrocentrale. Miq tuaj, pra, miq tuaj. Dhe nuk ka asnjë qëndrim. Ata thonë, na lini ujin që të ujisim të mbjellat tona, dhe ju heshni. Ju s'doni t'ja dini fare. Lema ato kanale ujitse të dikurshme, ato rezervuar që nuk funksionojnë më, dhe askush s'mban përgjegjësi. Por ujin që ka dhënë natyra dhe që rrjedh, dhe që e përdorin fshatarët për të ujitur tokën. Ju amerrni, u jepni hidrocentraleve miza, që s'prodhojnë asgjë, por që grabisin ujin. Fondet e IPARD-it këtu ja bërë legjendë, domethënë. Vazhdojnë dita kur me shpresë do na vinë një ditë fondet e IPARD-it, edhe pse ende si kemi parë. Në fakt faji i ministrit aktual është ministrja e Akademisë së Barinjve ajo e cila i zhduku fondet e IPARD-it dhe që me qënë se i përmendi dhe ministri aktual, do duhet që t'jeve llogarinë Bashkimin Evropian se ku i çoj këto fonde, te Barinjt, te Lopët, te Viçat, ku i çoj? Apo në vilat e saj, e tuajat. Për të hapur pastaj fondet që presim të na vinë sot e kësaj dite. Bujqësia ka shumë problemet cilat s'kam dëgjuar ekspertin e bujqësisë Erionin të flasë në këtë sallë për kalbjen e produkteve, për abuzimin me çmimet në pikat e grumbullimit, për fragmentimin e tokës bujqësore, për gjitha këto probleme reale të bujqëve, s'kam dëgjuar ndonjë fjalë, kam dëgjuar kështu kritika konstruktive ndaj qeverisë, kuptoni? Dhe mjafton të përmendesh hallet reale të njerëzve. Dhe unë kam një pyetje për Erionin. Erion, ti që je opozita e vërtetë për në kësaj salle, si do votosh kur të vijë në parlament ligji që tokën bujqësore, atë se ka gëzuar do të shqiptari për 35 vjet, edhe pse ka paguar taksën, prap nuk është kompensuar. Tokën bujqësore t'i hapet paralelja të huajve në thonjza mu. Se për ata shqiptar janë që nga trafiku që kanë bërë lart e poshtë, ka mundur të marrë një pasaport huaj,
Tu hapet pra trajektoria atyre që të vinë dhe t'ua blejnë gjoja, t'ja blejnë shtetit shqiptar. Që t'ua shesër shtogën bujësore të huajve. Si ke për të votuar për këtë? Çfarë qëndrimi do mbash? A do kesh guximin ta themi? Ti dalësh kundër këtij gjatit. Na e thuaj dhe pastaj hajde na jep mend se si t'ja bëjmë halleve të bujqësisë. Faleminderit.